Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Si të shikon personi I zemrës tuaj me sytë e tij? Pra si të shikon ty ky person me sytë e tia? Ky person me sytë e tij, ty të shikon si një person I rrallë në jetën e tij, si një femër ideale. Keni rrotën e fatit që ju ndihmon në rrugtimin e jetës tuaj dhe këtë ylber me kupa që jeni falenderues universit për këto as të mrekullueshëm që ju ka sjellë në jetën tuaj. Dhjeta e monedhave tregon që ti përsë je bota e tij, je shtëpia e tij, je posti vendi I tij I sigurt. Përshikon si një diçka të rrallë që I ka ardhur në jetën e tij, një diçka të mrekullueshme. Është larg, dyshi I shkopinde dhe mban një vuajtje shpirtërore për këtë distancë që ka midis jush, për këtë largësi që ka midis njëri tjetrit, që keni midis njëri tjetrit. Është një person shumë I sinqert me ju. Vetë se ju jeni e dyzuar në këtë histori të bukur dashurie, në sytë e këtij personi, ti je dyzuar, por I qefashëm dhe foli intuitës tënde të brendshme, zërit të brendshëm, atij fëmijë të vogël që ke brenda vetes, sepse ti je një person shumë I pastër nga ana shpirtërore, ke këtë kupë të argjend në prërin tënd. Prandaj, historia juaj dashurisë është një histori vërtet e mrekullueshme. Ky as I shkopine më tregon që ky person ti shpreh me fjalët e tij të gjitha ato ndjenja, emocione që ka shijush. Ti përsë je një gur I çmuar, një gur I rrallë, një diamant. Në sytë e tij pra ti je një gur I çmuar, je një diamant, një person që I ke dhënë atij siguri, e ke transformuar në jetën e tij, ke dhënë gjithçka. Me kë rezonon kjo histori e bukur? Me gërmën R, E, C, V, N, R, C, G, E, F, P, J dhe gërmën I. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me dashi, me shigjetari, me binjakët, temi, peshqit, akrepi, gaforen dhe ujorin. Faleminderit shumë, miq dhe miq.